jashtëzakonshme e Kosovës pra kombëtarës tonë, ku e pam edhe sonte pas një hidhërimi që patëm me humbjen me Shqipërinë, nga Shqipëria që bëri me Anglinë, sot na kanë zbardhur fytyrën edhe pse në Kosovë fituan me 2-1. Lani ndeshjes Muriqi ishte ai i cili me 3 gola thënë të drejten në gjithë këtë klim që po shifet shpesh në Kosovë, na ka gëzuar sonte te Imase. E kështë parashiku një fitore, po? Jo, e kom parashiku 1-0, po nuk më doli. Unë e mendova që Kosova do të fitoj 1-0, por fitoj 3-1, pas në fillim thënë të drejten u shqetësova kur e pash golin e parë sa po futën loj, dhe thash këtu s'pas ka mon kur gjë. Edhe pas një presionit madh të kombëtarës tonë, u pa që kombëtara jonë ishte shumë e përgatitur dhe Islandën e demoloj me këtë rezultat jashtëzakonshëm, dhe tash presim që kemi suksesin në Ligën B, ku atje normalisht do të jetë pak më sfiduese, se duke di se ekipet janë shumë më të forta, por jemi të gëzuar sonte me këtë rezultat dhe shpresoj që të kemi edhe më tutje suksese kombëtare jonë e Kosovës. Përkundër që